Llogarisim këtë të parën si pyetje. A ke të dashur? Pyetja e dytë, se e ke rrogën? Nuk është që e kam ti e din, sepse ta kam thënë, edhe nuk është që e kam bërë kështu publike që do kisha dash të futem në gazetarinë e politikës, po që më ka pëlqyer gjithmonë politika. Unë në shohoj, sepse unë jam adhuruese e qenjve, e kafshëve në përgjithësi, por që qenjt kanë qenë gjithmonë ato të cilat kam pas edhe në shtëpi, edhe e qeni që të rrimit, po. Çfarë kishe shkruar atij qenit tani? Shiko, duhet ta potencojmë që kam qenë shumë e vogël. Nuk është që tash shkruar. Tash çdo kishe bërë. Edhe tash që e mendoj, unë kur nuk kam shkruar në jetën tim diçka kështu ditar, nuk je tip sentimental. Nuk jam, po nuk jam nuk trajtohen si duhet. Unë jam dakord sepse tash njerëzit gjithmonë e thonë këtë pjesën që kur them që më vin keq për shembull për të një kafshë që është në rrugë dhe me njëherë njerëzit më thonë po ka njerëz që janë në rrugë. Ajo për përgatitjen, unë në fillim kur kam ardhur edhe sepse kam punuar më herët gazetare, por kam qenë gazetare Terini, besoj e kam treguar këtë histori. Dhe ndryshe është shumë ndryshe të përgatisësh një emision dhe është ndryshe të dalësh në terren edhe të një ngjarje të caktuar, domethënë që ka ndodhur aktuale, vetëm e mbulon 2-3 minuta dhe është krejt ndryshe. Edhe kur kam ardhur në fillim edhe momentin që na kanë thënë që do jetë çdo ditë kjo, domethënë emisioni do jetë çdo ditë, do kemi nga dy të ftuar, ti e di, domethënë kemi filluar bashkë sigurisht emisionin dhe unë thash ku do i gjejmë njerëzit. Unë thash me siguri neve muajin e parë do ta mbushim edhe do na harxojnë njerëzit. Ne thash s'ka shanse marrim disa gjëra seriozisht. E themi çdo fund vit këtë dhe asnjëherë nuk e marrim gjërat seriozisht. Vin viti, ditën e parë jemi këshrit motivim. Do bëjmë kështu, do bëjmë ashtu, kalon java e parë, fillojmë pushimet, edhe prapë vazhdojmë me derisa të marsi të ngjallemi pak. Por që po, do ketë ndryshime.